A e dini se sheku I pas vdekjes së Skënderbeut një njeri në Spanjë do të quhej Kastrioti I fundit. Quhej Juan Pedro Aladro Kastrioti, diplomat, aristokrat dhe aventurier që besonte se ishte stërnipi I vet Skënderbeut. Në fund të shekullit 19, ai nisi të shkruante e të fliste për Shqipërinë e robëruar, botoi broshura në Evropë dhe ndihmoi në hapjen e shkollës së parë shqipe në Korçë. Madje themeloi edhe çmimin Skanderbeg për shkrimtarët shqiptar që e fitoi Dom Ndocnika. Revista Albania e Fajkonicës e quajti shpirt lart dhe stërnip të Skënderbeut, por shumë historian mendojnë se ai financoi vetë këto botime për të forcuar pretendimin e tij për fronin e Shqipërisë. Në vitin 1913 në Kongresin e Triestes, emri I tij u përmend zyrtarisht si kandidat për mbret të Shqipërisë, por fuqitë e mëdha e zgjodhen princ Vidin. Me vdekjen e Aladros në vitin 1914, u shua përfundimisht linja e fundit që pretendonte gjakun e Kastriotëve. Një histori e harruar për Kastriotin e fundit që kërkoi të bëhej mbret I Shqipërisë. Ai ishte ky një idealist I vërtet apo një aventurier nën hijen e Skënderbeut. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind.